Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare. Kanë kaluar pothuajse 2 muaj që nga përfundimi i muajit të begat të Ramazanit. Ai muaj i cili me mëshirën dhe bereqetin që vendosi Zoti i gjithësisë brenda tij na solli një emocion ndryshe, një lartësim shpirtëror të besimtarit dhe afrim me Allahun xhelle shanhu. Por siç ndodh zakonisht pas muajit begat të Ramazanit, besimtarët nuk i përjetojnë të njëjtat emocione dhe shpeshherë mund të hasin vështirësi në adhurimin e tyre, sidomos në adhurime vullnetare, të cilat e afrojnë robin më shumë me Allahun Zotin e madhruar. Por Zoti i gjithësisë, duke njohur krijesën e tij, duke na njohur neve uljet, ngritjet që ne kemi përgjatë vitit tonë, përgjatë jetës sonë, brenda kalendarit, brenda vitit ka vendosur disa kohë të përzgjedhura, disa kohë më të mira, më të begata se sa disa të tjera. Dhe këto si mundësi reflektimi, si mundësi përmirësimi, si mundësi që besimtari t'i braktisë gjunahet dhe mëkatet, t'i shtojë veprat e mira dhe t'afrohet më shumë me Allahun xhelle shanhu. Ne gjendemi në një kohë të begat vitit, madje në atë periudhë ku gjenden muajt e shenjtë, për të cilët Allahu ka thënë në Kur'an: "Fala tadhlimu fihinna anfusakum", mos i bëni padrejtësi veteve tuaja brenda muajve të shenjtë, sepse gjunahu, mëkati është më i madh, është më i rënd tek Zoti i gjithësisë në këto kohë, në këto muaj, në këto ditë. Dhe gjithashtu përpiquni që t'i shtoni sa më tepër adhurimet dhe veprat e mira. Ne gjendemi shumë pranë ditëve më të begata të vitit, ditëve më madhështore dhe më të mira të vitit, ditët ku veprat e mira janë më të dashura tek Allahu sesa në çdo kohë tjetër të vitit. Gjendemi pranë atij 10-ditëshi të artë e të begat, që quhet 10-ditëshi i parë i muajit Dhulhijhe. Vjen pikërisht në këtë moment ku ne kemi më së shumti nevojë, në këtë moment ku ne kemi pësuar ndoshta një rënje në adhurimet tona, në botën tonë shpirtërore, në punët e mira, dhe Zoti i gjithësisë na rizgjon sërish, na kthjellon sërish, dëshiron na pastroj sërish, dëshiron na e pranoj pendimin tonë sërish, duke dhuruar çaste dhe momente të tilla. Allahu është i mëshirshëm, është bujar me krijesat e tij, me robërit e tij. Prandaj ne duhet jemi shumë falënderues që Allahu xhelle shanhu na mundson këto ditë, na mundson këto momente, këto çaste, të cilat Imam Ibn Rajab do t'i quante si mewasimur rahme, sezone të mëshirës, sezone të veçanta ku zbret me bollëk, me shumicë mëshira e Zotit gjithësisë për gjithë ata robër, ata besimtar, të cilët janë të vendosur të kthehen tek Allahu xhelle shanhu, të përmirësojnë vetet e tyre, të shohin edhe një herë niyetet, qëllimet që kanë brenda zemrave të tyre. Allahu po na jep sërish një mundësi të tillë. Për sa i përket vlerës dhe rëndësisë që ka ky 10 ditësh, shumë për nesh ndoshta vit pas viti dëgjojnë hutbe, ligjërata e mësime rreth vlerës së këtij 10 ditëshi. Dhe pikërisht që nga njohja e vlerës fillon ndërgjegjësimi ynë, fillon vendosmëria dhe serioziteti ynë rreth këtij 10 ditëshi. Dhe vendosmëria dhe qëllimi që besimtari vendos vetes për ta kaluar ndryshe këtë 10 ditësh, për të qenë i përgatitur për këtë sezon të mëshirës dhe të begatisë Allahut xhelle shanhu, në mënyrë që të mos i kaloj pa përfituar ai, pa u pastruar ai edhe një herë, pa u lartësuar edhe një herë ai në gradë tek Zoti i madhruar. Allahu thot në Kur'an në surën Fajr: "Wal fajr وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ", betohem për muzgun e agimit, thot Allahu xhelle shanhu. Dhe betohem për 10 netët, betohem për çiftin dhe betohem për tekun. Kanë thënë dietarët, për sa i përket betimit Allahut mbi 10 netët,
këtu bëhet fjalë pikërisht për ditëshin e parë të muajit Dhulhixhe. Dhe qofse Allahu betohet mbi diçka, ajo merr një vlerë tjetër, ajo merr një rëndësi të jashtëzakonshme, ajo ka rëndësi dhe vlerë përpara Allahut xhalleshanu. Prandaj dhe ne si besimtar do t'i japim vlerë këtyre kohëve, të cilat Allahu i dhuroi për ne. Allahu i dhuroi për të mirën tonë, për të mirën e njerëzve, që ata të forcohen dhe njerë në bindjen dhe devotshmërinë e tyre. Thuaj se janë unanim dietarët, sahabët dhe komentuesit e Kuranit që Allahu betohet këtu për 10 ditët e para të muajit Dhulhixhe. Këto 10 ditët më të mira dhe më të begata të vitit, për të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadithin që transmeton Abdullah ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, "Ma min ayyam", nuk ka ditë të tjera për gjatë vitit. "El amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah", që veprat e mira të jenë më të dashura tek Allahu min hadhihi al-ayyam al-ashr, sesa këto 10 ditë të para të muajit Dhulhixhe. Sahabët të çuditur, ata që ishin përgjakur në rrugt të Allahut, në kaos të Allahut, që kishin plag ende në trupat e tyre, i thanë: "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah", as jihadi, përpjekja në rrugën e Allahut nuk është më e mirë, nuk është më e mirë se sa vepra që bëhet në këto 10 ditë. Qala walal jihadu fi sabilillah. Tha, as jihadi, përpjekja, lufta në rrugt të Allahut, nuk është më e mirë se sa punët dhe adhurimet që besimtari bën në këto 10 ditë. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay. Përveç atij personi që ka dalë në rrugt të Allahut, në jihad, me veten e tij, pasurinë e tij, dhe nuk kthehet me asnjërin prej këtyre të dyjave. Pejgamberi alayhis salatu wassalam na rikujton edhe një herë se këto ditë besimtari duhet t'i mbush me punë dhe me vepra të mira, me adhurime të cilat e afrojnë atë me Allahun xhalleshanhu. Si thot Imam Ibn Hajar al-Asqalani, ku tregon se pse këto 10 ditë janë kaq madhështore. Arsyeja kryesore, thot, mendoj, që i bën këto ditë të jenë kaq madhështore dhe të veçanta dhe 10 ditët më të mira të vitit është sepse brenda këtyre 10 ditëve grumbullohen, kombinohen, bashkohen të gjitha adhurimet bazë dhe themelore të Islamit. Brenda këtyre 10 ditëve, si asnjëherë tjetër për gjatë vitit, gjendet sërish namazi, sadakaja, agjërimi dhe haxhi, i cili nuk mund bëhet vetëse në këtë kohë të vitit. Për sa i përket Ramazanit, besimtarët e ndjejnë atmosferën e tij, rikujtohen me mësime, me këshilla, në shoqërinë dihet që po vjen një muaj i begat, një muaj i rëndësishëm. E për sa i përket tyre dhe ditëve, ndoshta nuk e ndjejmë të njëjtën atmosferë, edhe pse këto 10 ditë janë më të mira se ditët e muajit begat të Ramazanit. Por kjo bën që të dallohen ata të cilët i japin vlerë asaj që Allahu i ka dhënë vlerë, ata të cilët dallohen në sinqeritetin e tyre, në vendosmërinë e tyre, dhe ata të cilët preferojnë ta adhurojnë Allahun edhe kur njerëzit janë të hutuar, dhe kur njerëzit nuk kanë më shumë dëshirë për ta adhuruar dhe nuk tregojnë të njëjtin vullnet. Siç transmeton Said ibn Jubair nga Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se thot Ibn Abbasi, që ishte transmetuesi i hadithit që flet për vlerën e 10 ditësh të parë të muajit Dhulhixhe, kur vinte ky 10 ditësh, thot, nuk e shikonim atë përpara syve tanë. Nuk duke Ibn Abbasi më në shoqëri, strehoje, izoloje në shtëpinë e tij dhe e shikonim atë, thot, vetëm në ditën e Kurban Bajramit, në ditën e Bajramit, që nënkupton se besimtari duhet fokusohet në adhurime në këto 10 ditësh. Nuk mund t'i kaloj ato si ditët e tjera të vitit, sepse Allahu i ka dhënë atyre shenjtëri, Allahu i ka dhënë atyre vlerë, Allahu brenda këtyre ditëve ka bashkuar adhurimet më të rëndësishme të Islamit, duke bashkangjitur edhe haxhin, vizitën dhe adhurimet dhe ritualet që bëhen në vendet e shenjta.
duke rikujtuar besimtarin për madhështinë e kësaj feje, duke kujtuar besimtarin për mirësitë e Allahu xhalleshanhu. Kur besimtari vlerëson këtë 10 ditësh të parë të muajit Dhulhixhe, ai kujton një model, një shembull, një njeri të lartë dhe të afërt me Zotin e madhëruar, një profet prej profetëve të Allahut, që ishte Ibrahimi alayhis salam. Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Allahu e mori Ibrahimin si mik të afërt me të, e bëri rob të zgjedhur dhe të afërt me Zotin e gjithësisë. Sepse Allahu, siç na tregon në surën El-Beqare, në faqet e para thotë wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimat. Allahu e sprovoi Ibrahimin me disa urdhra. Fa atammahunna, dhe ai i çoi në vend, i plotësoi të gjitha urdhrat e Allahut. Dhe kur Ibrahimi a.s. i plotësoi të gjitha urdhrat e Allahut, Allahu tha: inni ja'iluka lin-nasi imama. Atëherë tha, unë do të bëj ty imam, prijës, model dhe shembull për të ndjekur nga njerëzit. Nuk mund të jemi ne model dhe shembull të mirë në shoqëri, qofse nuk i zbatojmë urdhrat e Allahut, qofse nuk përpiqemi të jemi të kujdesshëm ndaj obligimeve që na ka vendosur Allahu xhalleshanhu, dhe duke qëndruar larg ndalesave të tij. Ibrahimin a.s. Allahu e sprovoi që të vogël brenda familjes së tij, brenda familjes politeiste, jo besimtare, në të cilën ai u lind. Dhe ai doli kundra babait të tij, duke i thënë: ja ebeti, o babai im i dashur, si adhuron këto puta, këto idhuj, të cilat as nuk ju dëmtojnë dhe as nuk ju sjellin dobi, as nuk mund të krijojnë dhe as nuk mund të ju mbrojnë. Adhuroni vetëm Allahun, Zotin e gjithësisë. Në dorën e tij është çdo gjë. Ai është krijuesi vetëm, ai është i vetmi që meriton adhurimin, i vetmi që jep jetën dhe që merr jetën. Dhe Ibrahimi a.s. u sprovua aq shumë sa që u hodh në zjarr. Në zjarrin i cili kishte 3 ditë e 3 netë që ishte ndezur për ta djegur Ibrahimin, për ta vrarë Ibrahimin a.s. Dhe ai tha: hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Më mjafton mua Allahu sa mbrojtës i mirë që është ai. Kjo fjalë për kujtimi dhe dhikri e kujton besimtarin se sa herë që tjetë në vështirësi, sa herë që ta braktisin njerëzit, sa herë që kushtet t'jenë në disfavorin e tij dhe kundra tij, besimtari të lutet, të kthehet dhe të mbështetet vetëm tek Allahu xhalleshanhu. E nëse mbështetet tek Allahu, Allahu i jep urdhër zjarrit, siç i dha për Ibrahimin a.s. ja naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. O zjarr, bëhu i ftohtë dhe i paqët për Ibrahimin. Allahu i mbron ata besimtar të cilët kërkojnë strehim tek ai, të cilët durojnë për hir të Allahut, të cilët i mbështeten Zotit të gjithësisë. Dhe Ibrahimi a.s. më pas do ta braktiste familjen e tij, do të emigronte në rrugt të Allahut për të ruajtur besimin e tij, si thot pejgamberi a.s. do të ishte njeriu i parë i cili do të emigronte për të ruajtur besimin e tij. Ne ecim në këtë gjurmë, ne jemi të lidhur me të gjithë vargun e pejgamberëve. Ne si musliman, si besimtar, jemi të lidhur me të gjithë vargun e pejgamberëve. Ecim pas hapave të njerëzve të mëdhenj, që ishin adhurues dinjitos të Allahut, të cilët u përpoqën për të përhapur besimin e pastër dhe të drejtë mbi sipërfaqen e tokës, që u përpoqën ta ndërtonin këtë tokë në bazë të rregullave dhe dispozitave që ka vendosur Zoti i gjithësisë, që qëndruan larg korrupsionit, larg shkatrimit, larg vrasjes, larg vjedhjes, larg mashtrimeve dhe larg gjunave të tjera të cilat e dëmtonin shoqëri. Ibrahimi a.s. emigroi në rrugt të Allahut, shkoi në Egjipt, më pas në Palestinë dhe më pas shkoi për të ndërtuar shtëpinë e Allahut, xhamin e parë mbi sipërfaqen e tokës, Qaben e madhnueshme, bashkë me familjen e tij. Sakrifica do ta ndiqnin njëra pas tjetrës Ibrahimin a.s. Allahu xhalleshanhu do t'i thoshte: ngri muret e Qabes bashkë me djalin tënd, sepse kjo përpjekje, kjo sakrificë e jotja do të shpërblehet, do të pasohesh, do të ndiqesh nga njerëzit deri në ditën e fundit. Ai besimtar i cili ndjek këtë rrugë,
ndjek trashëgiminë e profetëve, ndjek rrugën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahu do ta bëj që vepra e tij të ketë bereqet, vepra e tij të ketë begati, që ai të pasohet nga pasardhësit e tij, nga njerëzit e tjerë dhe puna e tij të kontribuojnë në shoqërinë ku ai jeton. Bashortja e Ibrahimit alayhis salam, Hajar, e cila do të mbeste vetëm me shkëndëtir me djalin e saj, duke i mbështetur vetëm Allahu xhaleshan, duke i ngritur duart vetëm drejt Zotit të gjithësisë, por duke bërë dhe përpjekje, duke kërkuar furnizimin, duke kërkuar zgjidhje për problemin e saj, do të bënte ecjen mes dy kodrave, Safa wa Marwa. Dhe kjo ecje do të mbetet një nga ritualet kryesore të cilët veprojnë haxhit. Kur shkojnë në haxh, Allahu xhaleshanu do të bënte që sakrifica e tyre të pasohej, të ndiqej, të vazhdonte vepra e besimtarëve sinqert dhe besimtarëve të devotshëm. Atje ku fale Ibrahimi alayhis salam, ku qëndronte mbi atë gur ku e luste Allahun xhaleshanu, Allahu tha: "Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla." Dhe faluni ju pas mekamit të Ibrahimit, pas këtij vendi, duke rikujtuar sakrificën e këtyre njerëzve, duke rikujtuar lutjet e këtyre njerëzve, mbështetjen që ata kishin tek Zoti i gjithësisë, sinqeritetin që kishin përpara Allahut dhe kënaqësinë që ata shfaqën me atë që kishte caktuar Allahu xhaleshanu, Zoti i gjithësisë. Janë pikërisht këto ditë ku besimtarët mblidhen atje në vendet e shenjta për të përmbushur urdhrin e Allahut, ku i thot Ibrahimit alayhis salam: "Wa adhin fin nasi bil hajj", dhe thirrri njerëzit që të vinë për haxh. Kur do të thriste Ibrahimi alayhis salam, në atë vend nuk do të kishte krijesë, sepse nuk kishte as ujë, ishte tërësisht shkëndëtir. Askush nuk do të mund të jetonte atje. Por Allahu xhaleshanu tha: "Ti bëj pjesën tënde. Ti bëj thirrjen, sepse jam unë ai i cili do t'i sjell njerëzit." Dhe miliona e miliona njerëz vazhdojnë vit pas viti të shkojnë në ato vende të shenjta, duke rikujtuar edhe një herë trashëgimin, gjurmët, ritualet e profetit Ibrahim alayhis salam dhe profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili thot: "Khudhu minni manasikakum", merrini prej meje ritualet, ritet që ju bëni haxh për hir të Zotit madhëruar. Këto janë adhurime madhështore. Ndoshta në këtë vit nuk kemi mundësi të jemi në ato vende të shenjta, por me zemër besimtari duhet dëshiroj dhe duhet ta lut Zotin e gjithësisë që një moment e më parë t'ja mundsoj këto adhurime, t'ja mundsoj umren, t'ja mundsoj haxhin, të shoh ato vende ku kanë ecur besimtarët, ku kanë ecur pejgamberët të dërguarit të Allahut, të frymëzohet prej modelit, prej shembullit të tyre, dhe t'i jap fjalën Zotit madhëruar, që do të ecë pas tyre gjurmëve, që do të bëhet edhe ai i devotshëm, që do të mundohet përfitoj sa më shumë nga ajo trashëgimi, si e vetmja rrugë e cila ja mundson njeriut të jetojë më së miri, të jetojë dhe Allahu të jetë i kënaqur me të në jetën e kësaj bote. Ja mundson njeriut që të dalë faqe bardhë në ditën kur do të dalë përpara Zotit madhëruar. E pikërisht në këto 10 ditë, vëllezër dhe motra të nderuara, ne kemi mundësinë edhe një herë, sepse ky 10 ditësh fillon ditën e mërkurë. Ne kemi mundësinë edhe një herë të pastrojmë vetët tona, sepse ajo që dietarët vazhdimisht sugjerojnë, se kur njeriu futet në një kod begat, është në atë parë të pastrojë zemrën e tij, në atë parë të pendohet, të bëj pendim të sinqert, të braktisë tërësisht gjunahet dhe mëkatet, të mundohet të qëndrojë larg gjunaheve, qofshin të mëdha apo të vogla. Si thot Imam Ibn Rajab, thot: "Kujdes nga gjunahet në sezonet e mëshirës, sepse ato të privojnë nga falja e Zotit të gjithësisë." Gjunahet na privojnë nga falja e Allahut, nga mëshira e Allahut në Zotit të gjithësisë, prandaj ne duhet të futemi me zemër të sinqert, duke bërë pendim, duhet të shohim në jetën tona, qëllimet tona, se përpjekja që ne bëjmë jetën e kësaj bote është për veten tonë apo është për Allahun xhaleshanhu. Se adhurimet tona i bëjmë që të na shohin njerëzit, sepse njerëzit na dinë që jemi besimtarë, jemi muslimanë dhe duhet të shfaqemi sot të tillë, apo i bëjmë sepse i bindemi urdhrit të Zotit, sepse duam të jemi afër me Allahun, duam të fitojmë faljen dhe mëshirën e Zotit madhëruar. Padyshim, mënyra më e mirë si gjithmonë për ta shfrytzuar kohën
E sidomos të është që t'i plotësojmë obligimet dhe detyrimet që kemi ndaj Zotit gjithësisë. Sidomos kur vjen çështja tek falja e namazit. Të jemi korrekt me faljen e namazit. Të përpiqemi ta falim namazin në kohën e tij. Të përpiqemi ta falim namazin me xhamat në xhami. Të përpiqemi që të jemi të përqendruar në namazet tona. Gjithashtu të falim dhe namazet të cilat janë vullnetare për të afruar më shumë me Allahun, Zotin e madhëruar. Siç transmetojnë njëra nga bashorët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thotë se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i agjironte në ditët e para të muajit Dhul-Hijja. Prandaj është legjitime, është e sugjeruar dhe e preferuar për besimtarin që ai të përpiqet që të agjirojë në ditët e para të muajit Dhul-Hijja. Nëse nuk ka mundësi të agjirojë të nënta ditët, atëherë të agjirojë disa prej tyre. E nëse nuk ka mundësi të agjirojë disa prej tyre, atëherë të mos braktis agjirimin e ditës së nëntë, që është dita më madhështore e vitit, dita e Arafatit, me agjërimin e një dite, Allah, si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u shpresoi se Zoti i madhëruar do t'ju fal mëkatet e një viti që ka kaluar dhe mëkatet e një viti që vjen pas. Agjërimi është shumë i rëndësishëm. Është një vepër e cila e lartëson besimtarin, e pastron besimtarin, është një vepër e dashur tek Allahu, Zoti i madhëruar. Le të përpiqemi ta rikthejmë edhe një herë atë ndjesinë që kishim gjatë muajit begat Ramazanit, duke shfrytzuar këtë kohë, sepse kur agjërojmë, patjetër që do të jemi më të kujdesshëm në namazin ton, në dhikrin ton, në leximin e Kuranit, në duat tona, në sadakat tona, e në të gjitha veprat të cilat janë kaq shumë të preferuar në këtë ditë, sepse shpërblimi është më i madh. Vlera tek Zoti i gjithësisë është më e madhe për veprat që bëhen përgjatë ditë 10 ditësh të parë të muajit Dhul-Hijja. Besimtari, si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të vinë këto 10 ditë, fa akthiru fihinna min at-tahlili wa at-takbiri wa tahmid. Shpeshtojeni sa më shumë fjalën la ilaha illa Allah. Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut. Fjalën elhamdulillah, të gjitha lavdet dhe falënderimet i takojnë vetëm Allahut. Dhe fjalën Allahu Ekber, Allahu është më i madhi, që nuk kupton, shtojeni sa më shumë për kujtimin e Allahut, dhikrin, përkujtojeni Allahun për gjithë ato mirësi që ju ka dhënë, për udhëzimin që ju ka bërë në këtë fe madhështore. Dhe padyshim një nga llojet më të mira të dhikrit është leximi i fjalës së Allahut, është leximi i Kuranit famlart, që ndoshta nuk është hapur më, që pas muajit begat të Ramazanit ne duhet të rikthehemi edhe një herë, ta hapim atë fjalë, ta lexojmë atë fjalë, ta njohim udhëzimin e Zotit të gjithësisë. Dhe këtë dhuratë që na ka dhuruar Allahu xhallashanhu, duke u shqyer me të trupat dhe shpirtrat tanë, për veprave të mira padyshim është sadakaja, është lëmosha që jepet për gjatë tyre 10 ditëve. Si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu do të jetë në hijen e sadakas së tij, derisa Zoti i gjithësisë të gjykojë në mesin e njerëzve. Kjo sadaka do të vi si mburojë për ne në ditën e gjykimit. Do të na i pastrojë gjunahet tona, si thot Imam Ibn Qayyim el-Jauziyje, nuk njoh ndonjë vepër tjetër thot, të cilën mund ta bëjë thot besimtari, por edhe jo besimtarët, me anë të së cilës Allahu ju mbron nga fatkeqësitë, nga rreziqet. Aq i madh dhe i fortë është ndikimi i sadakas dhe i lëmoshës që besimtari jep për hir të Zotit madhëruar në rrugën e Allahut xhallashanhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "El amelu salih", veprat e mira janë më të dashura tek Zoti i madhëruar në këtë ditë se në çdo kohë tjetër të vitit. Kjo nënkupton që besimtari mund të zgjedhë mes veprave të mira. Përveç atyre që i ka obligim, veprat vullnetare dhe nafile mund të zgjedhë në mesin e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e la të hapur këtë gjë. Dikush agjeron, dikush lexon shumë Kur'an, dikush bën dhikr. Dhe patjetër besimtarët sipas mundësisë bëjnë niyet që kur të vi dita e 10, që është yaumun nahr, dita e kurbanit, dita e sakrificës, në atë ditë të ofrojnë sakrificën e tyre për Zotin e madhëruar. Dhe siç përsëritet vit pas viti, për ata besimtarë të cilët bëjnë niyet dhe janë kryefamiljar, pa janë ata që e bëjnë kurbanin në familjen e tyre. Kur hyn në 10 ditë i muajit Dhul-Hijja, është e preferuar, madje ka disa dietarë që thonë është detyrim
që besimtarit të mos presojnë të ti, dhe të mos heqë dhe të mos marrë asgjë prej qimeve të trupit të ti, duke i përngjasuar kështu njerëzve që janë në Hiram, që kanë shkuar për të kryer ritualin e haxhit. Vëllezër dhe motra të nderuar, e lutim Zotin e madhëruar që na mundsojë në atë parë të arrijmë këto 10 ditë begata të vitit, këto ditë madhështore, këto ditë kaq të vlefshme dhe të shenjta tek Zoti i madhëruar. E lutim Allahun xhaleshanhu që të na jap dhe një herë vullnetin dhe dëshirën, na i pastrojë zemrat tona, na i përmirësojë jetët tona, që të rikthehemi edhe një herë me pendim të sinqert, me adhurim dhe me vendosmëri për të adhuruar Zotin e gjithësisë. Le të fokusohemi në këto 10 ditë dhe në këtë kohë të vitit më shumë tek adhurimi i Zotit të madhëruar. Le t'i vlerësojmë këto ditë ndryshe nga ditët e zakonshme, nga ditët e tjera të vitit. Le të përpiqemi që çdo ditë të kemi vepra të mira, të kemi punë të mira me shumicë, në mënyrë që të fitojmë faljen dhe mëshirën e Zotit të madhëruar. E lutim Allahun që na fal, na mëshirojë gjithëve, na bashkojë gjithëve në të mira, si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. E lutim Zotin e madhëruar që t'i shërojë të smurët në mesin tonë, t'i falë të vdekurit në mesin e muslimanëve, t'u lehtësoj hallet, problemet, shqetësimet, çdo besimtari. E lutim Zotin e gjithësisë që t'i mbrojë, t'i shpëtoj vëllezërit dhe motrat tona në Gaza, në Palestinë, në Yemen, në Siri, në Indi dhe në çdo vend, në çdo cep tjetër të globit. E lutim Zotin e gjithësisë që këto 10 ditë të jenë 10 ditë të mira, me bereqet, me mirësi për gjithë secilin prej nesh. E lutim Zotin e gjithësisë që këto 10 ditë jenë 10 ditë shpresë, mbarësie, mirësie, falje dhe mëshire për çdo besimtar, kudo që gjendet ai. E lutim Allahun na fal, na mëshirojë gjithëve. Amin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.